Pas dështimit të seancës së djeshme për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, procesi mbetet i bllokuar. Të premten, Kurti u bëri ftesë për takim liderëve të PDK-s, LDK-s dhe AK-s. PDK-ja dhe AK-ja refuzuan ftesën për takim, ndërsa në tryezën e thirrur për të diskutuar konstituimin e institucioneve, mori pjesë vetëm kryetari i LDK-s, Lumir Abdexhiku. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti, pas përfundimit të takimit me kreun e LDK-s, deklaroi se ende nuk është arritur një marrëveshje politike. Sipas tij, qëndrimet vazhdojnë të mos përputhen, ndërsa tha se ekziston një dallim i madh mes rezultatit të zgjedhjeve dhe kërkesave të LDK-s. Është bindja ime që ka një dallim drastik midis rezultatit zgjedhor dhe kërkesave të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pas përfundimit të takimit, Abdexhiku deklaroi se palët mbeten larg arritjes së një marrëveshjeje. Nuk kam lajme të reja, por mund t'ju them se jemi shumë larg në ndonjë marrëveshje eventuale dhe nuk pres që të ndryshoj pa ndryshuar pozicionet politike të partive politike. Nuk shkoi fare në takim, por përmes një letre, kryetari i PDK-s Bedri Hamza rikonfirmoi qëndrimet e partisë që drejton. PDK mbetet në opozit. Gjithashtu, Hamza pati një thirrje drejtuar Kurtit, konstituoje Kuvendin. Një ditë më parë, kryetari i Aleancës Ardian Gjini nuk i kurseu kritika ndaj kryeministrit në detyrë Albin Kurti, duke cilësuar atë si kryeministër të keq. Ai tha se AK-ja nuk do të marrë pjesë në asnjë takim me Kurtin, derisa të plotësohen 6 kërkesa që partia i ka bërë publike. Pati mos me thirrë seancë deri në shtator, me shkel kushtetutën me 2 kontër një herë. Edhe nëse Liga Demokratike e Kosovës është pjesë e kësaj marrëveshje, seriozisht më ndjek keq, për shkak se me përsërit 1 milion herë për 20 vjet që një subjekt politik është subjekt që e mbron kushtetutën, një subjekt institucionalist, edhe në bëu pjesë e shkeljes është edhe më pa ata i din punë të veta. Seanca konstituive e Kuvendit u ndërprej dje pasi kryeministri në detyrë Albin Kurti kërkoi kohë shtesë për bisedime me partitë politike në përpjekje për të siguruar një marrëveshje për konstituimin e institucioneve. E kur jemi tek ftesat